është Lira. Lira ka një histori interesante, është 42 vjeçë, ka marrë një pozicion 2 vjet e gjysmë papagesë, vetëm sepse nuk e refuzonte dot dhe do të tregonte patjetër në bankën ku ai punonte në një deg të një banke të një niveli të dytë, që unë i bëj, dhe pastaj mënyra se si burimet njerëzore dhe drejtori u qasën për një pushim 5 ditor që bëri për vajzën e vet të smur, atje kuptoi që nuk të pyesnin, edhe ai priste falënderimin dhe mirënjohje dhe duartrokitje, por ata i thanë që ke bërë pushime më shumë se ç'duhet dhe kështu filloi ballafaqimi i saj i parë me të mos thënit jo, edhe dëmet që kjo të shkakton. Lira, është interesante historia jote, më shumë interesante koha e gjatë që ti ke punuar pa pagesë ekstra apo pa pagesë fare në bank? Jo, pa pagesë ekstra, jo. Pa pagesë fare. Unë kam punuar një pozicion për cilin duhet paguesha më shumë dhe nuk, sepse bëra acting për atë pozicionin, por nuk e mbrova kurrë. Për 2 vjet e gjysmë. Ma thuaj pak historinë se si kur pate ballafaqimin e parë me vështirësinë e thënit jo. Unë kam kuptuar këtë gjë para shumë turp ta them se unë jam të 40-at e mia, e kam kaluar 40. Shumë turp ta them, unë kam filluar ta kuptoj para 3-4 vjetësh që unë vërtet kisha vështirësi, thoja jo. Nuk është turp, është pilesje në kohë. Tani kuptohen, sidomos te 40-at, është thjesht cikli i jetës, nuk është fare turp. Është rëndësishme që e kupton. Jo, problemi është që e kuptova mbasi filluan të më thonin njerëzit shumë shpesh, domethënë, këtë gjë. Deri diku më kishte thënë shoqja ime ngushtë, shoqja që unë kam që kur jemi 10 vjeç, që kemi qenë 10 vjeç. Dhe më thoshte që ti duron shumë, po thuj njëri jo, e drejtë morje, këto gjëra domethënë. Pastaj, përpara 5-16 vjetësh, një ish partnerin tim, që është edhe baba e vajzës time sot, dhe ai ma vuri goxhan duke në ato që Lira ti nuk thua ndonjëherë, domethënë njeriu kur nuk ka dëshirë thot, domethënë nuk është fundi i botës. Megjithatë unë prap nuk e pranoj, derisa pastaj e kam kuptuar në momentin që u ballafaqova me që duhet thënë ajo patjetër, sepse e kuptova që gjithë dinjiteti im era në tokë, domethënë. Kur? Me këtë punën. Në bank? Tani në bank, po. Historinë ta kuptojnë dhe njerëzit që e dëgjojnë. Ishe oficere kredie në bank, ishe fëmijë të vogël, e divorcuar, dhe ty të merr drejtori në zyrë dhe thotë që a e mbulon dot pozicionin e nën drejtoreshës apo jo? Po. Se ne nuk të emërojmë dot vetë nga që ti ke shumë pak këtu, ke vetëm 6 muaj. Po. Dhe ty të tha që do të ta bëj edhe këtë punë. Ishte përkohësisht. Atëherë mua më tha që nuk më la një afat i caktuar, po më tha, tani do e bësh. Nëse mund ta bësh, më bë pyetje, me thënë drejtën. Nëse pranon ta bësh, me pastaj në një moment të dytë të japim emërimin. Dhe unë pranova ta bëja. Okej. Dhe aty pastaj sigurisht unë pranova ta bëja me idenë që do rritesh në pozicion. Në një moment të dytë do kisha të ardhura më të mira, gjitha më radhë. Dhe kjo gjë zgjati 2 vjet e gjysmë. Në 2 vjet e gjysmë unë nuk pata as rritje rroge, përveç një rritje kështu që i bëj gjithë stafit, nuk është më bë vetëm mua për pozicionin. Bëhet një rritje për inflacionin, më bë dhe mua, domethënë. Praktikisht unë mbuloj pozicionin e nëndrejtorit të degës, përveç faktit që nuk merri asnjë gjë plus. Isha ngarkuar me punë pa fund, sepse arriti një moment që, sepse nuk i thoya kurrë jo asnjë gjë, dhe arriti një moment që dëgjoja nëpër degë e madhe, që se Lira nuk thot asnjëherë jo, jepi asaj. U bë si batut. Okej, në momentet e para ti nuk është që merr dhe si ofendim, ndonjëherë thuhet edhe kështu që sa ajo është pozitive, domethënë dhe nuk të kthen fjalën. Po pastaj gjërat filluan të rëndoheshin, sepse isha shumë ngarkuar, kisha orare shumë të gjata. Duhet mbuloj këtë pozicion për cilin nuk merr asnjë gjë më shumë, përveç faktit që merr vetëm punë, më thonë. Dhe në një moment ndodhi që unë pata vajzën shumë smur dhe mora raport 5 ditë, domethënë një javë pune,
Kur u ktheva nga raporti, përveç faktit që nuk pyeti njëri se i kisha vajzën e dita më radhë vonktarën njerëzore romane, më u komunikuar nga drejtori im që këto 5 ditët do më hiqet nga lira e zakonshme, sepse unë nuk mund të bëja ditë pushimin më shumë se sa pjesa tjetër e stafit. Unë aty do unë ka pas rebelimin tim të parë në jetë. Dhe që po këti punës të të ndryshe, për pastaj unë kam marrë raport për fëmijën, nuk kisha me pushime. Ai çonte të konstante të faktit që po gjithsesi ti kisha pushim, nuk ishe në punë, kështu që tyre kolegëve tuaj që merr 2 ditë në vit, ti që me këto 5 ditë më shumë i bie marrësh 27, do të thotë që ke pushuar më shumë. Kjo ishte logjika. U përsërit disa herë kjo gjë derisa unë e tash okay, tash unë këtë gjë do të diskutoj me burimet njerëzore. Ai më tha mund bësh çfarë duash, sa nuk do të asnjë gjë dhe kishte të drejtë. Çfarë ndjeve ti mbas këtyre 2 vjetëve që kishe punuar, që kishe dëgjuar nëpër korridoret e bankës se sa shumë punoje? Po. Kur e dëgjove këtë që një hall të madh që kishe ti, që ishte hall, ke fëmijën smur, dhe që se i kërkuar 5 ditë, besoj që fëmia nuk ka qenë jo smur lehtë apo jo? Ishte në spital, 2-3 ditë ka qenë në spital dhe pastaj ka ndenjur 3 javë, në total ka ndenjur në shtëpi. Po, ka qenë shumë smur. Kështu që ti je nëna, je divorcuar. Pra gjithë këto gjëra nga kjo anë ti dëgjon, pa pritur një drejtor i cili të mori në punë, të dha punë, të dha lekë kështu, që thotë më vjen keq, po ke bërë shumë pushime. Aty sinqerisht jam tjerë, nuk e di po shtruar. Domethënë nga vajza, nga netët për gjumë, nga dita isha goxha e rënduar. Plus kisha dhe një burnout nga puna. Jam tjerë jashtëzakonisht keq, sepse nga ana tjetër, unë gjatë këtyre viteve, në fund të vitit aty, si në çdo kompani kam përshtypjen bëj performante, dhe unë gjatë këtyre viteve kisha marrë një vlerësim performante goxha të mirë. Pra, domethënë nga kjo unë kuptoja që unë isha overall një punonjëse e mirë dhe nuk prisja këtë lloj trajtimi. Aty kam pas një nerv shumë të madh dhe kam pas dhe nervin dhe me veten. Dhe unë çova këtë emailin tek burimet njerëzore. Ato nuk u përgjigjen. Mua më merr në zyrë drejtoresha e rajonale dhe më bën të rrimë drejtorit tim që ti nuk mund të kërkosh më shumë ditë pushimi në vit se të tjerët. Kuptoj. Domethënë, isha me raport për vajzën, okay, i heqim nga ditët e lejes dhe nuk ke pse bën kaq natë ta çosh të burimet njerëzore, sepse ato gjithsesi do vinë ta diskutojnë me mua, nuk do vinë, nuk do kërkojnë konsentim aty, nuk kam pse ta bëjnë këtë sepse jam unë këtu. Interesante është që mbasi ti bëre këtë ankesën tënde legjitime, unë besoj edhe se si përmarrëse që është legjitime në rast se ke një fëmijë, patjetër që ka abuzime në vendin e punës dhe patjetër që të janë kompani të mëdhaja dhe janë me qindra punonjës dhe patjetër që burimet njerëzore rasti yt është i rëndësishëm për ty, por për burimet njerëzore janë shumë raste dhe që duhet të ruajnë veten. Gjithsesi unë besoj që një burime njerëzore i aftë edhe mund të bëj çekun e vet dhe si në çdo profesion është aftësia ajo që të dallosh dhe të kuptosh rast pas rasti, se nuk futen gjithë në një thes, se në fund të ditës për te të qeni HR apo për te të qeni CEO, jemi njerëz edhe ti je një grua, je një nën, edhe ke një fëmijë për cilën duhet kujdesesh, kështu që ky rast për mua është flagrant, është skandalos, të them të drejtën, për aq kosa dhe për më tepër që ti nuk besoj se kishe marrë pushime tjera, se me sa ke treguar je nga ato llojet e më falës, se kjo nuk është për ofendim, po është për ta thënë mirësisht, llojet e kafshës, kafshët e punës, të cilët marrin përsipër gjithçka, pra si gomari, ngarko, dhe në një moment prap me justifikim, për mua kjo është e pafalshme. Pra interesante është që ti nuk dhe dorëheqi nga ky moment, edhe pse u ndjeve ofenduar, por ata të quhen ty drejt dorëheqjes, apo jo? Sepse e tregon në historinë tënde që ndërkohë që ishte ankuar Jona, këta i çojnë brapa një vërejtje me shkrim për diçka që kishte bërë kjo palidhje. Dhe forta është se kjo gjë kishte ndodhur diku një muaj përpara se me raportin. Dhe ishte zgjidhur po një muaj përpara, domethënë. Dhe unë vërejtjen e mora ku një 2 javë mbrapa mbasi mora raportin dhe mbasi bëra gjithë bisedën me drejtorin, me drejtoreshën rajonale, me gjithë, domethënë.
Dhe të transferuan e ti dhe dorëheqje pastaj. Atëherë dhe pastaj direkt mbas vërejtjes më transferuan dhe më ulën në detyrë. Tani ti Lira mendon vetë se edhe unë mund të aludoj në shumë situata, po është era e parë që dëgjoj historinë edhe kam vetëm 20 minuta që të njoh vetëm zërin, po ti mendon që mbas ankesës në kjo ishte një lëvizje e qëllimshme? Po, patjetër. More përsipër të bëje çdo lloj pune, more përsipër të bëje edhe pa pagesa të punën që bëre si nëndrejtoresh. Pra ndenja atje nga mëngjesi deri në darkë dhe në momentin që ti the jo, ndodhi kjo, apo jo? Mirë, vetëm atëherë. Tani, të trëmë ty të thuash jo prap mbas kësaj situate? Çfarë mësove ti nga kjo joja e parë që vure? Se është interesante, apo jo Jona? Stop, kjo gjëja nuk është e drejtë për mua. Pra ti ke vënë veten tënde të parën, apo jo? Interesin tënd. Po. Okej. Dhe për herë të parë sapo e bëre ti, ata direkt reaguan dhe jo mirë. Reaguan keq. Ty çfarë të mësoi kjo joja? E kupton dhe vetë që ke thënë jon? Sepse ke marrë telefon sot për të thënë që ti nuk thua dot jo, pa e kuptoj që ti e ke thënë vetë jon? Unë më në fund dhe thash jam, problemi është që ndoshta më mbrapa kësaj jeta nuk më ka përballur me situata të tilla kaq të forta, domethënë. Problemi është unë edhe sot e kësaj dite kam të vështirë ta them, sepse filloj mendoj pasojat që mund të kem. Pastaj jam pak e brumosur kështu, janë shumë gjëra. A je e lumtur që tani? Po, jam shumë e lumtur. Atëherë çfarë pasojash kishte kjo jo? Çfarë pasojash kishte kjo joja? Jam në atë moment jam të shumë keq Alina. Kuptoj, po shife më vonë, çfarë pasojash kishte? Çfarë realisht ndodhi ty? Jo, nuk e di se kam ndenja zbjavë pa punë, domethënë. Po, të fillë një pushje shumë e lumtur, komode. E di pse po t'i bëj të pyetje sepse neve, duke kuptuar dhe pastaj do t'ja lë Jonës fjalën, neve këtë procesin e analizimit nuk e bëjmë dot. Dhe ti për shembull the, ti je 43 vjeç, 42 vjeç, tash i the se kështu jemi brumosur se kështu. Patjetër që kemi brumat e veta, po me çdo lloj brumi, me çdo lloj brumosje mund ta sitësh dhe një herë dhe mund të punosh dhe një herë. Ka shumë gjëra për të punuar. Por neve do një herë we fail, dështojmë së pari se çfarë na ndodhi mbas jove tona. Se në momentin që është ajo joja, kur ti ke çuar ankesën, ti ke çuar për një gjë të vogël dhe nuk e ke çuar për jonë e madhe, për atë që ti do të bësh. E ke çuar sepse pushimet janë marrë nga është një gjë shumë praktike. Ti pa e ditur e bëre. Se po të thoja unë, po të isha unë aty, apo dikush ti të thoja, thua jo, ti ndoshta s'do ta bëje kurrë, po ta dëgjoje si fjalë. Por ti ke marrë, ke para atë ishte praktike. Ke para pushimet ato, goca është e smur, direkt erdhi ajo gjë e mamit, pra ti nuk e ke menduar atë çfarë ke bër, por ti ke bër një gjë që normalisht neve duhet ta bëjmë. Jo vetëm kur rroba dorata pas bishtit në momentin e fundit në ekstremi, po duhet ta bëjmë rrugës që mos arrim edhe në prishje marrëdhëniesh ose në kështu gjërash, pra edhe drejtori të jetë i sqaruar ai për pozicionin tënd, se ti ke edhe jo, pra rrugës duhet të mësojmë. Dhe kur të thash që çfarë të ndodhi pastaj është që neve nuk të ndodhi asgjë, të ndodhi gjëra më të mira se gjithë edhe një punë më praktike. Hapen shumë dyer mbas jove. Dhe hapen dyer vërtet interesante dhe ne harrojmë që t'i shohim këto çfarë na ndodh neve dhe prap mbajmë akumulojmë frikën ose mbajmë vetë të rreshim një frikë të situatës parajos që e kemi të gjizur që në fillimet tona. Dhe vazhdojmë me atë, ndërkohë që ajo që kam parë unë dhe në këtë rast dhe kam vërre me shumë njerëz që flastu dhe gjithmonë, njerëzit dështojnë së pari çfarë u ka ndodhur të patur i referenca. Ore një sekondë, se këtë gjë unë e kam bërë këtu dhe e kam parë, e kam bërë dashje pa dashje, unë e kam thënë këtë jon këtu dhe nuk ka ndodhur gjë ose është një mundësi më e madhe. Ti vazhdon edhe përsërit e gësh si refren, unë kam frikë të them jo. E ke thënë, e the. Tash për mua për çfarë duhet punosh ti është që ta kesh dhe ti paraprish gjërave, sepse drejtori pa një njeri të cilin nuk e llogariti, ty s'të ka llogaritur fare as drejtori as burimet njerëzore. Ti mund të kesh qenë njeriu që kafsha punës, pra gomari punës aty, po s'të ka llogarit fare, s'donin t'ia dinin, të hoqët ashtu, të humbën diku. Po të skualifikuan fare, i bëre bezdisshme sepse fole. Ato të panë të lanë aty të rasën në punë. Kështu që kjo është diçka që duhet ta shohësh me veten tënde që njerëzit nuk duhet të shohin ashtu, sepse ti vetë e ke ndihmuar që ai të shohë atë gjën tek ty.
Kështu që joja jote duhet filloj çik më herët, po doja lërë Jonës sepse u kisha fiksim të thoja atë mesazhin që e kam gjithmonë për të gjithë, që ne harrojmë kur na ndodhin gjëra të mira që të themi, "Ore një sekond, se unë kam bërë të veprimin dhe ka funksionuar." Ky është rasti tipik ku joja është e domosdoshme, sepse është bërë një rrezik i madh për lirën. Ti ke pasur vështirësi më të mëdha të thuash jo në këtë situatë apo ishte e përgjithshme, pra edhe në shoqëri edhe me ish partnerin? Për mua është e përgjithshme. Ke të përgjithshme këtë çështje. Atëherë, mund të them faktin që ndonjëherë ne vetë pa pritur se si na gjykojnë të tjerët, po ne vetë ngatrojmë çështjen e mirësisë me çështjen kur neve duhet të themi vërtet jo. Pra, ne nuk themi jo sepse duam të jemi të mirë me të tjerët. Mund të jetë kjo një gjë që ti e ke ndier tek vetja, por nuk e ke bërë diferencën. Edhe kjo është. Është edhe një gjë tjetër, unë duke qenë fëmija e vogël në familje dhe duke pasur shumë diferencë në tretën mia, për shumë 10-12 vjet, nuk kam pasur ndonjëherë zën kapitull. Më kanë trajtuar mirë, më kanë dashur, më kanë financuar, më kanë edukuar, gjitha më po në vendimarrje në gjëra nuk është që kam pasur në zën kapitull në familjen time. Pastaj gjërat më kanë ardhur shumë easy në jetë në përgjithësi dhe jam falënderuese për këtë gjë. Po nga ana tjetër nuk më kanë mësuar që të luftoj. E kuptoj. Pra këtu ai shikon çështën tënde. Që nuk je mësuar po, këtu e shikoj. Paktën je shumë e ndjeshme në raport me të tjerët. Po, nuk jam mësuar unë të... nuk dua të përdor fjalën turp më sepse nuk ja vlen, po nuk është normale që më të mosh nuk ta kuptosh. Po, unë e shoh, unë kam një vajzë adoleshente gati, dhe unë e shoh që dhe unë e shoh dhe nuk të mjo. Kur nuk më pëlqen një gjë, ja të rollar, ja fjellë, ja shpjegoj 100 herë, dhe jo në prejë, nuk e ka parë ndonjëherë unë, që nga dita që ka lindur. Dhe ky, unë mendoj që është një problem në cilin unë duhet punoj me veten time. Unë jam shumë kushtimente për këtë gjë. Po, edhe një pyetje kam për çështjen e punës. Ke kuptuar se çfarë të mbante aty, pra pse ti nuk thoje jo dot? E di si është puna? Kam mendoj që jam tani tek puna që jam. Që kam njerëz që janë goxha të mirëkuptueshëm me gjitha më radhë, domethënë. Po, unë çfarë do të gjë, çfarë do të punë të më japin ta bëj, unë bëj. Aktualisht e ke një problem në punën aktuale edhe pse je më mirë se po sërish Jo, nuk e kam. Nuk kam problem sepse nuk më kërkohet. Nuk më kërkohen gjëra është. Pra ty po të kërkohen, pra do i bëj, thua. Mendoj që po. Nuk e them tani me siguri, po mendoj që po. Ndonjëherë më kërkohet që të qëndroj jashtë orarit, po në punën që jam, në moment që ti qëndron jashtë orarit, ato të paguajnë. Më ka benefite tjera, se është komplet gjë tjetër nga ku isha. Kështu që në qoftë ta kërkojnë me shumë politesë. Nuk të detyron njëri, nuk të... Nuk po thuaj që unë do ta bëj, po thonë nuk e di. Sepse e kuptoj që ke një eksperiencë pune të mëhershme e cila të ka dhënë shfrytëzim dhe si eksperiencë nuk është se ti po ripërsërit eksperiencën e më përparshme, pra të shosh prapë një punë që thosh. Ti ke gjetur fatmirësisht janë bashkuar edhe këto lidhje të punës aktuale që nuk të shfrytëzojnë dhe nuk e shikon veten nëse po e përsërit modelin. Por ti thua unë nuk e di, nuk thua që unë do ta bëja. Pra është edhe kjo një indicie që mund themi se ke reflektuar. Një arritje. Po. Po tani po, shpresoj shumë që mos ta bëj që të do vi. Puna për të është sepse më kalon një shenjë të keqe. Këtë pjesë, pra, si qëndron puna në jetën tënde? Jo, puna për mua është e rëndësishme. Jo vetëm nga ana financiare. Jo vetëm, që okay, ajo është shumë e rëndësishme edhe ajo. Është jo nga ana e plotësimit, nga ana e karrierës, nga modeli që jap ti me bie, nga gjitha domethënë. Nga ajo që transmetoj për njerëzit, nga ajo që më thoi për ditë, më pëlqen të shkoj nëpër trajnime, nëpër gjëra të kualifikohet, domethënë më pëlqen kjo gjë. Unë dua punën. Ne që ke arritur domethënë në aspekt profesional? Po, jam shumë e arritur në aspekt profesional. Okej. Domethënë kërkoj gjithmonë të bëj më shumë, por jam e arritur, po. Si po të pengon sot, në këtë moment që ne flasim, çështja jos?
ku ke vështirësi, duke qenë se puna ta ka zgjidhur pak a shumë, po në cilën pjesë të jetës tënde gjende më vështirë për ty të thuash jo. Po, unë për shembull nuk i them jo, e thash në parati me bia. Okej, nuk i them jo mamit tim, po tani mendoj se mami im ka lind në 1950, nuk është më koha ta bëj tani si të them jo. Familjes time përgjithsisht nuk i them jo edhe në momente që jam ndjer që okej, jo e shfrytzuar, nuk mendoj që kam qenë shfrytzuar. Po që pesë që ata marrin kështu për granted, si të mirëqen që lira është aty kur do t'jetë, për t'i mbajtë fëmijët, për t'i bëj një pazar, për merr gjëra kështu banale fare, për të shkuar në një institucion me zgjedh një gjë. Pra je gjithmonë disponueshme Jo. në këtë. Jam gjithmonë e disponueshme, dhe madje është për të qesh dhe për të qajt një këpish, sepse ish bashkëshorti im, her pas here, më nis studime ose linqe, ku diun që të futem në për programe, që si të mësoj të jem autentike dhe të them jo. Se si rritem fëmijë, të cilët vetë nuk është në asnjëherë jo. Unë mendoj që gjithë njerëzit që mua më rrethojnë këtë gjë në dil, nuk mendoj që abuzojnë, paktën këto njerëzit që më duan. Por që në aspektin mendoj që mund të abuzohet shumë kollaj. Mërzitesh ti kur të bëjnë gjërat, kur kërkon në një gjë dhe nuk të bëhet, siç ti bën për njerëzit e tjerë? Po, mërzitem. E çfarë ndodh, si sillesh pastaj? Asnjë. Po vetë ndërhyr, për shembull thua të ndihmoj unë. Po marr një shembull për shembull, jeni 4 goca në një vend duke folur. Dhe njëri si duhet një fustan i kuq. Dhe të treja të tjerat kanë fustan kuq. Ti e para që thua ta japu fustanin? Jo, këtë them. Ti do ishe e para që do thoje, shiko, hajde merr fustanin tim. Nuk është se do prisit shifje njëra ka. Pa. Në fakt kjo nuk është e keq, unë kam bërë gjithmonë. Edhe nuk e kam kuptuar dhe kam thënë bravo i qof njerëzve që nuk e bëjnë. Unë për çdo gjë që kam pasur mos i kam thënë ta rregulloj unë, se kam unë. Dhe mami më ka tërheq gjithmonë mëngën. Unë mendoj që kjo është edhe pak, po ta kapësh nga ana tjetër, është edhe pak egoiste si gjë, sepse ti pastaj fillon e bën këtë gjë se ndoshta do të ndihesh brenda vetes mirë, domethënë. Njëri i mirë, kupton? Po pra po nga ana tjetër edhe ke. Mua më duhet, shiko, e kam debatuar unë këtë, po mua për shembull kam pasur admirimin e madh dhe pa komsi, po nga ana tjetër edhe nuk më pëlqente fare në situata, po njerëzit heshtin shumë. Dhe unë jam djerë dhe nuk ka qenë përtej fakti që unë për shembull duhet bëja shoqe apo jo. Ajo është një pjesë e gjës, okej, po nuk është se kam qenë ndonjëherë më njanuar. Aty isha, hyja dhe dilja vetë. Dashurisht kur hyja doja vëmendje, por edhe dilja nga çdo grup shoqëror. Por çfarë ka bërë mua përshtypje tek shumë veta, po pafund, gjithsesi unë nuk kam para se babi dhe mami im. Nuk them që janë Jezu Krishta, por ishte diçka që unë e marr si vlerë, sepse mua më ka ndihmuar shumë. Dhe po të them dhe të mirën e mos thënit jo. Është fakti që nëse unë do isha në një tavolinë dhe do ishte një vajzë që thoshte më duhet një fustan i kuq, dhe ishin 3 me fustanet kuqe, u kam qenë gjithmonë e para që e thoja, po e kisha e kam. E kam, olla. E kam, s'kam çfarë të bëj, e kam. Në qoftë se unë e kam, pse mos ta jap? Domethënë ka pas marrëdhënie me materien. Përse, kurse të tjerat prisnin, e heshnin, ose thonë në një vend tjetër. Dhe ky lloj të menduar mua më ka lodhur shumë tek njerëzit e tjerë. Thoshte, po thuje më burjepe sikur çka ka. Jemi vend, çfarë do mendosh? Dhe ishte një mendim që mua më ka bërë shumë përshtypje, për eksperiencën time, nuk është se unë e mbaj veten apo ti apo të tjerë veten e veçantë, fare, por janë shumë. Mendoj që shumica nuk është kjo, mendoj shumica ruhen, edhe nuk ta japin, nuk janë kështu. Pse ta them unë këtë, pse ta bëj unë këtë? Po kush ma di mua? Dhe në Shqipëri, pafund, jemi rritur me po mos ta di ai, s'ta di. Kurse unë se kam menduar këtë. Dhe ndoshta kjo mund të jetë marrë edhe si pjesë vëmendje, por për mua ka qenë e kam e do. Unë madje edhe gjëra më të shenjta që kam pasur, në rast për shembull kur ishte për xhirime, që duaj patjetër, kam dhënë unë nazën time të mersi shumë të çmuar, me gur të çmuar, e kam dhënë merr aty. Okej, kam dhënë për punë atë, s'quhet. Por që kam dhënë, dhe ka qenë mami që më vinte nga mbrapa, thoshte mos jep, sepse mami e bënte vet. Thoshte mos jep se nuk ta din. Po mos më ka interesuar madin as madinin. Ky është problemi që se kuptojnë njerëzit për shkakun. Domethënë dhe kjo është gjë që ja sugjeroj të tjerëve. S'duhet të interesoj fare ata din as ta din.
Në qoftë se ti je okay me atë moment, në atë moment ti bëhe mirë, qoftë se nuk e do. Për shembull, unë libra nuk kam shef ti jap. Po fola, pastaj të rri nga mbrapa si qen. Unë nuk i jap. Tani kam arrit në fazën që më jap. Ka ca jo që duhet i thuaj, se unë po janë 2-3 gjëra që po të thash i dua, ose pa për shumë fiksohem me pantallonat. Them merit mia dhe pastaj them isolle. E kam dhe këtë më nga ana tjetër, me disa gjëra. Po kryesisht me shumë nuk e kam pasur me shumë gjëra. Domethënë atë moment që do të ndihmoj, do ndihmoj. S'ta them dot jo, ose aj s'po ta prish. Pra doja të dilja jona te kjo pjesa që e the më ke thënë ti para se të dhe kjo është e rëndësishme që dua ta thuash tash që kemi dhe lirën në telefon. Është e bukur atë mos thoni ti gjithmonë. E bukur atë pasurit, edhe që i shkon edhe kulturës tonë, apo jo? Që po, se na bashkon, ne kemi të rëndësishme bashkimin, prandaj themi që komunitetet nuk funksionojnë njësoj me këto edukimet psikologjike që ne i bëjmë vetes, si një vend tjetër, ne përshtatemi edhe sipas vendit. Po ndonjëherë dalin nga këto situata se si je ti si individ, përqësia jote kundrejt njerëzve, jo detyrimisht është negative, por kur bëhen bashk mirësia, se këto do doja të thoja pak edhe Lirës, që mirësia ndonjëherë keq kuptohet tek individët, por kur ti je mirë, bën shumë për tjetrin, fillon dhe merret për të mirëqen sepse natyra është e tillë e personave që nuk vlerësohet. Por kur ti jep me shumicë diçka, ndjen në vlerën e vet sikur është më e zvogëluar sa dikush që është më selektiv në dhënje ose më përzgjedhës. Pra nuk është gjithmonë Unë gjithë jetën time dhe ja them shumë sinqerisht të gjë. Në gjithë jetën time nuk më zhdukon ndonjëherë vetja, njeri i mirë mjaftueshëm. Këtu është çështja pastaj. Prandaj themi që në këtë jon që ti nuk e thua dot kur shfrytëzohesh, ka dinamika të tjera të personalitetit, të historisë tënde se si arritur, të çrregullimeve të caktuara. Kur them çrregullime, jo detyrimisht janë ashtu, po janë edhe çështje që ty ta vështirësojnë jetën, edhe marrëdhënie që ke. Pra, këtë që the tani, pra ti nuk je ndjer asnjëherë mirë, ndihesh ajo themine kova që është e shpuar dhe nuk domethënë nuk mbushet kurrë, pra ti nuk ndihesh asnjëherë e plotësuar me veten tënde, prandaj dhe shfrytëzohesh së jashtë. Edhe thot njeri i mirë. Ç'do të thënë njeri i mirë për ty? Kush është njeriu i mirë? Në vetën time, do të thënë, unë gjithmonë mendoj që një njeri i mirë duhet bëj shumë, duhet ndoshta ato gjithmonë po të japi leksione, të jetë njeri i paqt, në këtë gjë. Kë shembull ke ti që është njeri i tillë? E them treça seri, domethënë sepse neve idealizojmë prindrit, idealizojmë pra se kemi çike edhe nga kultura e njeriu. Po jo, në këtë stadë nuk i idealizoj më, mendoj që prindrit e mi kanë qenë shumë të mirë, kanë bërë shumë për mua, mendoj që kanë gabimet e veta. Siç kemi ne dallimin mes brezave, ashtu siç do të thotë dhe bëj për mua e gjitha më radh. Po nuk i idealizojnë këtë pjesë. Por në gjithë jetën time, nuk është dukur vetë njeri mjaftueshëm e mirë. Në çfarë do gjë që ka bërë, dhe kjo është një gjë që unë e them shumë sinqerisht. Është një tendencë shumë është e forte shumë familjeve tona, që jemi rritur me të qenë njeri i mirë, qoftë edhe nga kinemaja, e kemi këtë lloj se ashtu ishte edhe kinemaja për njeriu e mirë, për njeriu bashkëpunues edhe mua më ka ndodhur kjo që kur kam mendime djallëzore, për shembull, ose kur ka ndodhur që jam përfshirë shumë për shembull në fushata gjatë tërmetit, për të ndihmuar njerëzit, pastaj unë e kam bërë dhe pastaj kam bllokuar ata njerëz sepse filluan që po kish trajtohesha në telefon, po humbja shumë kohë nga vetja ime dhe ndihesha si njeri i keq në atë moment. Pastaj më duhet kaloja në analizë të kuptoja që është okay edhe ta bësh këtë. Unë besoj që mirësia vjen nga paqja me veten, se ne është një shprehje shumë e bukur thotë që kërkojmë paqe në botë. Ç'është kjo paqe dashuri në botë? Nuk ekziston paqja me vete. Kur je në paqe me vete, e ke vëre që përton edhe të zihesh kur je thjesht në një ditë të bukur pranvere, po rri atje. Kur je në paqe me vete, më besoj që je njeri i mirë. Je detyrimisht i mirë, nuk ke nevojë të bësh shumë gjëra. Krijon harmoni brenda rrethit tënd, kaq është njeri i mirë. Dhe mund të shkosh të fundjavë ndryshe me qese çdo fundjavë, po nuk do thotë kjo gjëja. Kur sillesh mirë me njerëzit, kur mundohesh që mos i shkelësh limitet e tjerëve për interesin tënd personal, kur ke ndjeshmëri, ka plot njerëz që kanë 20 mace në shtëpi dhe janë realisht në marrëdhënie me njerëzor janë negativ. Njeriu mirë është njeriu i vetes edhe i komunitetit, që në komunitetin tënd ti bë të pamundurën.
e shef atë gjën, e çonte plera. Kjo është njeriu mirë për mua, sepse ti jeton në planetin Tokë. Planeti Tokë nuk është vetëm i jot, është i tërëve, dhe kjo ndahet është pronë e përbashkët. Dhe kjo pronë e përbashkët, që dikur në komunizëm ishte gjë e mirë, po ishte na i dha dhunshëm, po filozofia është shumë e bukur. Njeriu i mirë është ai njeriu që është dhe brenda shtëpisë i mirë dhe mundohet të korrigjohet dhe të korrigjohet, se do thotë jona nuk del njeriu evolon, zhvillohet, mëson, atë dije që ka e ndan dijen, është njeriu i mirë ai që ndan dijen, jo ai që mblan për vete. Mos dash rrobat e dollapit, se ka fiksim njeriu i mirë ti ndaj, por të paktën të ndash dijen atë çfarë di. Të ndash, të kontribosh, edhe t'japësh, edhe qoftë ajo e them gjithmonë, një detaj i vogël, qoftë pastrimi, qoftë kujdesi që keti për të vendin duke menduar për njeriu tjetër. Ja mos ta parkoj makinën ngjitur me këtë, sa ai do hyj tek dera dhe nuk do futet dot. Ai mendim të jep ty paqe, më beso, ai lloj mendimi të jep ty paqe në jetë. Se kjo s'kuptohet në Shqipëri. Mendimin e kam gjithmonë, domethënë, nuk e di. Po ti je në paqe, ke mendime të mira. Ti je njeriu i mirë sepse ke mendime të mira kaq. Ke mendime të mira dhe kaq, nuk do bësh ndonjë mrekuliti se ti e kupton që bota kështu është. 5% kanë miliardat që mund të bajnë gjithë botën tjetër dhe bota tjetër është pjesa tjetër është e varfër fare, ka skamje. Pra ka një gjë këtu që shkon dhe njeriu i mirë nuk ka çfarë t'i bëj kësaj gjës. Është një funksion, por në botën në mikrokozmosin tënd të vogël, njeriu i mirë është ai që mundohet që të korrigjohesh çdo ditë dhe thos si mund ta bëj më mirë marrëdhënien time apo marrëdhënien në komunitetin tim. Këto ja për mua kaq edhe sikur të gjithë kishin këtë paqe, Shqipëria do të ishte, nuk e di, ndoshta një shtet tjetër. Në këtë rast, Lira, si shumë njerëz të tjerë që sapo e përshkrove pak profilin e strukturës së sjelljes që ka Lira dhe si ndihet ajo, vën të dyshim veten, kurse njerëzit të cilët dëmtojnë nuk e vënë kaq shumë. Asnjëherë. Ta vën, po, ndoshta. Asnjëherë. Edhe njerëzit e paaftë, e çuditshme. Ose njerëz që bërtasin për gjëra që janë realisht të tmerrshme, dhe ti e menduar kaq shumë. Dhe pse mos të bëj, thua për shembull, jo të tmerrshme, po të ke thyer çdo rregull profesional të prodhimit të një gjëje, thua ç'a guximi kanë ato. Kurse neve me imposter syndrom që jemi të lindur me dyshime tek vetja, absolute, që s'jemi mirë se është histori më vete kjo pastaj pse jemi kështu siç jemi. Gjithmonë dyshon, ndonjëherë duke u menduar shumë, ai tjetri ka ecë para dhe unë jam duke mësuar edhe nga ata. Për herë të parë po mësoj edhe nga ata, sepse sa gjëra nuk i kemi mësuar ta, po mësoj nga njerëzit e guximshëm, nga guximi budallait. Kështu që ne të tërë i shërbejmë njëri tjetrit, të duhet të jenë dhe ata që na ndihmojnë, na mësojnë neve, por edhe ne të mësojmë edhe ata nëpërmjet nesh mësojnë kalamajt e tyre, se fëmijët ata i duan më mirë se vetja. Siç edhe ne i duan kalamajt që më të thjeshtë, nga trut. Duhet të jesh më luftarake. Okej, po është që nuk jam njëri që ndal kundër rregullave, kundër ligjeve. Jam gjithmonë jam gjithmonë 5 minuta para. Jo shumë mirë bën. Nuk bën keq fare. E di që ndihesh si budalla i vetëm, her pas here në këtë vend, kur zbaton ligjin, ndihesh si budalla i fundit edhe kështu pikërisht sepse këtu të tërë duan të thyen ligjin edhe të bëjnë të ndihesh budalla kur i zbaton. Të bëjnë të ndihesh budalla kur je korrekt. Në shumë raste të bëjnë të ndihesh budalla kur nuk je i korruptuar. Dhe kështu fillon edhe korrupsioni, se ngelesh budalla i fundit në qeveri, pa pritur vetëm ti. Ky vend është akoma ende është shumë njomcak. Akoma ende nuk është stabilizuar vetja. Ne jemi banor të një fëmije, ende adoleshent. Kështu që jemi banor të një adoleshenti, që po do të rritet, po është akoma te 19-20 vjeç, dhe nuk është aq i rritur sa duket. Si fëmijë të një adoleshenti, dukemi ne si prindrit e tij, edhe nuk e kupton njerin, nuk na kupton kur bëhemi prindrit e tij. Por që ti vazhdo bëje sepse tres ta vlerësojnë, po njëri ta vlerëson edhe fundi edhe bota ecën pikërisht nëpërmjet rregullave, funksionon. S'ke ç'a të bësh. Duhet i dish ato, pastaj ti thyesh, është një shprehje shumë e bukur. Respektoj, pastaj thyej ato. Lira, rregulli që duhet thyesh ti për veten është ta thuash jon se nuk do dhe asgjë, aty ku duhet thuhet, aty ku e ndjen trupi jot që duhet ta thuash jon. Ku ndjen që po abuzohet shumë me tolerancën tënde. Unë të falenderoj shumë. Shumë faleminderit juve. Okej, historia e tretë është një histori suksesi. Sepse Klaudia, 38 vjeç, nënë e 2 fëmijëve, ka mësuar të thotë jo, dhe kur ka thënë jo e parë, ajo ka ndjenjë një shirim të jashtëzakonshëm, e tregon vetë. Dhe që atëherë filloi që të vëj limite dhe po i edukon dhe fëmijët e vet kështu.
Atëherë Klaudia, ti ke mësuar të thuash jo pas shumë viteve. Shiko, kujto pak herën e parë që ti nuk i besove veshve kur e the, pra kur vure limitin tënd. Ku ishe, ç'a ndodhi? Kam qenë në takim pune për një projekt. Më vinte kisht që du ta refuzoje projektin. Sepse personi që kisha përballë kishte një eksperiencë shumë të madhe, kishte një emër të madh, kishte shumë vetbesim, të gjitha këto, po nuk përshtaten me nevojat që unë kisha, nuk ishte në të njëjtin nivel që unë doja të arrija rezultate në fund. Dhe kisha gjetë natën që përgatitesha skenar të ndryshëm se si do thoja ja. Mendoja pa ofenduar ose pa treguar arrogancë ose pa treguar mos respekt ndaj personit tjetër edhe për punën që kishte bërë. Edhe kur ekipi që kisha përballë më tha që ky është projekti më i mirë që ne kemi realizuar, kemi harxuar kaq orë pune, të gjithë shitën shumë mirë punën e vet. Nuk e di se çfarë ndodhi, po kisha një fuqi që tash më vjen keq, ky nuk është projekti që unë do realizoj. Nuk e jap votën për këtë projektin dhe më duhet t'ja vë projektin në pauzë, sepse do më duhet të marrë një sugjerim tjetër ose një ofertë tjetër. Dhe ditë të them që për ato 30 sekonda që unë kam thënë jo për këtë projektin, sikur dikush më dha një superfuqi. Do të isha shumë e lehtë. Nuk isha si lloj pesha, si lloj barre, isha free. Po, isha literalisht isha free, isha kështu pa pengje. Si reaguan ata? Në moment që parë që nuk e pritën, se thonë gjatë gjithë procesit të punës, kam qenë shumë e sjellshme, shumë suportuese, gjithmonë duke